Si çdo ditë do të shohim ecurinë e tregjeve përgjatë sesionit të sotëm, ku vjet re fillimisht në tregun monetar, përgjithsisht një qetësi, një ndryshim i vogël i monedhave, por megjithatë edhe paniku, tensioni në tregje, paqartësia është e lartë pikërisht për shkak të tarifave të njoftuara më herët gjatë kësaj jave nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Ai njoftoi tarifa prej 25% ndaj të gjitha automjeteve që importohen në Shtetet e Bashkuara nga çdo vend i botës, por në anën tjetër vendet e tjera, duke filluar nga Ottawa e deri në Paris, kanë paralajmëruar për vendosjen e tarifave hakmarrëse ndaj produkteve amerikane që importohen nga vendet e tjera. Kjo ka bërë që investitorët të gjenden në panik dhe të shesin në mënyrë të veçantë aksionet e kompanive që janë të ekspozuara ndaj vendosjes së këtyre tarifave, ndërsa në tregun monetar vjet re përgjithsisht një qëndrueshmëri por zjerimi i gapit të tregtimit midis çmimit të blerjes dhe çmimit të shitjes, pra diferencës, tregon panikun mes investitorëve. Fillimisht do të shohim ecurinë e tregut të brendshëm valutor në sesionin e sotëm dhe sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98 vjet re një qëndrueshmëri në këmbimin e dollarit me lekun. Monedha e gjelbërt blihet me 91.5, shitet me 92.8 lek përgjatë kësaj jave. Tendenca e dollarit amerikan ka qenë në rritje për shkak të një deklarate në fillim të javës të presidentit Donald Trump se tarifat do të jenë fleksibël, por nuk ndodhi kështu ditën e mërkurë kur ai njoftoi vendosjen e tarifave globale ndaj importit të automjeteve. Monedha e përbashkët evropiane Eurovion tjetër qëndrueshme blihet në 98.8 lek, shitet me 99.8 lek, në rënje të lehtë vetëm në shitje, dhe sikurse mund ta shohim, diferenca midis çmimit të blerjes dhe çmimit të shitjes për euron ka shkuar në 1 lek, ndërkohë zakonisht qëndron në 0.6 apo 0.7 lek. Zgjerimi i kësaj diferencë ose këtij marzhi të tregtimit do të thotë se investitorët edhe në vendin tonë karakterizohen nga një panik, ndërkohë franga zvicerane blihet me 103.2, shitet me 104.5 lek, në rritje të lehtë vetëm në blerje. Në ecurinë e poundit britanik kemi të bëjmë me të njëjtën panoram. Poundi është rritur lehtë në blerje, kuotohet në 118.3, ndërsa në shitje në 119.7 lek. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedhë ka një tendencë në rënje. Në mëngjesin e sotëm blihet me 63.7, shitet me 64.6 lek. Dollari australian blihet me 57.1, shitet me 57.9 lek, gjithashtu në rënje si në blerje, ashtu edhe në shitje. Ndërkohë jeni japonez është i pandryshuar, blihet me 0.59 dhe shitet me 0.62 lek. Në ecurinë e lirës turke, kjo monedhë blihet me 2.34, shitet me 2.45 lek, gjithashtu e pandryshuar në mëngjesin e sotëm. Dinari maqedonas blihet me 1.55, shitet me 1.61 lek, ka humbur 100 dark në shitje, ndërkohë në ecurinë e monedhave të tjera, rubla ruse blihet me 0.82, shitet me 1.04 lek. Edhe kjo monedhë në rënje të lehtë si në blerje, ashtu edhe në shitje në raport me lekun. Dhe së fundmi, juani kinez blihet me 11.49, shitet me 12.76 lek mesatarisht në mëngjesin e sotëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut të brendshëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare investitorët vijojnë tregojnë tepër të kujdesshëm edhe në sesionin e fundit të javës, dhe arsyeja kryesore është frika për një luftë tregtare mes ekonomive më të mëdha në botë që deri më tani cilësoheshin si partnerët kryesor tregtar. Dollari ka pasur një performancë mikse gjatë sesionit kaluar, por gjithashtu edhe për gjatë sesionit të sotëm europian në raport me monedhat kryesore, duke nisur nga euro deri tek jeni japonez apo edhe franga zvicerane, por njëkohësisht humbjet më të mëdha i ka realizuar monedhat e vendeve fqinje të Shteteve të Bashkuara, pesos e Meksikës dhe dollari kanadez, pikërisht për shkak se me këto dy vende janë vendosur edhe tarifat më të mëdha nga administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Investitorët do të vijojnë të jenë fokusuar tek këto zhvillime që kanë të bëjnë me tarifat, po përllogarisin efekte dhe njëkohësisht presin kundër përgjigjet e vendeve të tjera, sepse zyrtarët e shteteve më të mëdha, aleatet e Shteteve të Bashkuara, duke nisur nga presidenti Macron
në Francë e deri te kryeministri i Kanadas Mark Carney kanë paralajmëruar për vendosjen e tarifave ndaj produkteve që importohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aktualisht euro ka humbur 0.22% të vlerës përballë dollarit amerikan dhe këmbehet me 1.0777 dollar. Poundi ka rënë lehtë me 0.02%, kuotohet në 1.2943 dollar. Një mbështetje paundi britanik e ka gjetur nga dhënat e publikuara në mëngjesin e sotëm, ku rezultoi se për gjatë 3 mujorit fundit të vitit 2024, ekonomia ishullore u rrit me 0.1%, një rritje modeste thuajse në stagnacion. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë dollarit përballë frangës, rritja është me 0.09%, dollari këmbehet me 0.8821 franga, dollari australian ka humbur 0.13% të vlerës, kuotohet në 0.6295 dollar. Dollari kanadez është në rënje me 0.14%, kuotohet në 0.6980 dollar dhe për baljenit, dollari ka humbur 0.4% të vlerës, kuotohet në 150.45 yen mesatarisht. Për sa i përket ecurisë së tregut të kriptomonedhave, tendenca vjetre në rënje për gjatë ditës së sotme, me Bitcoin që ka zbritur edhe poshtë nivelit të 86.000 dollarëve. Edhe në tregun e aseteve digjitale, efekt po japin tensione tregtare që janë përshkallëzuar edhe mëtej në vigjilje të hyrje zyrtarisht në fuqi të tarifave që u njoftuan më herët gjatë kësaj jave të mërkurën nga Donald Trump. Tashmë vendet partneret të Shteteve të Bashkuara, të paktën partneret deri më tani si Kanadaja, Franca, Gjermania, Meksika, Kina, çdo vend ka njoftuar vendosjen e masave hakmarrëse ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Madje Kryeministri i Kanadas Mark Carney ka deklaruar se marrëdhëniet e mira për një kohë të gjatë me Shtetet e Bashkuara tashmë kanë marrë fund dhe ai njoftoi bëri thirrje se do të vendosen tarifa hakmarrëse, por njëkohësisht nuk përjashtoi edhe shpresën, mundësinë për të rinegociuar marrëveshjet e tregtisë midis dy vendeve, Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë mënyrë, zhvillimet që kanë të bëjnë me ekonominë reale, zhvillimet që kanë të bëjnë me vendosjen e tarifave, kanë prekur edhe tregun e kriptomonedhave. Bitcoin ka humbur sot 2.48% të vlerës, kuotohet në 85.138.95 dollar. Ethereum realizon humbjet më të mëdha në përqindje me 5.02%, ka zbritur poshtë nivelit 2.000 dollarëve, madje i është afruar më shumë nivelit të 1.900 dollarëve dhe në harkun e 24 orëve ka humbur rreth 150 dollar. Ethereum kuotohet në 1.906.4 dollar për çdo njësi Ethereum të tregtuar. Ripple gjithashtu ka rëndjeshëm me 4.63%, kuotohet në 2.2313 dollar. Litecoin ka rënë me 4.22% të vlerës, kuotohet në 88.72 dollar dhe Bitcoin Cash është në rënje me 2.92%, kuotohet në 312.94 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërsa për sa i përket ecurisë së tregut të naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rënje në sesionin e sotëm, sepse paralajmërimet e vendeve të tjera për të vendosur tarifa ndaj produkteve amerikane kanë rikthyer shqetësimet për shpërthimin e një lufte tregtare globale që mund dëmtojë në radh parë pikërisht kërkesën për naftë, fillimisht rritjen ekonomike globale, por rrjedhoi edhe kërkesën për naftë. Gjithashtu, në treg kanë ndikuar edhe disa të dhëna të tjera të publikuara në SBA që kanë kufizuar humbjet, sikurse ishte raporti që tregoi një rënje të rezervave të naftës bruto, por edhe të karburanteve të distiluara. Ky raport përkthehet në një rimëkëmbje të kërkesës në ekonominë më të madhe në botë, pavarësisht frikës për një luftë tregtare. Megjithatë, për gjatë kësaj jave, çmimet e naftës kanë fituar rreth 2% të vlerës, pavarësisht se sot qëndrojnë në rënje dhe që në fillim të marsit janë rritur me rreth 7%. Aktualisht Brendi i Londrës ka humbur 0.47% të vlerës, kuotohet në 73.68 dollar për fuçi. Nafta bruto amerikane është në rënje me 0.37%, kuotohet në 69.66 dollar dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka humbur 0.57% të vlerës dhe tregtohet në 674.63 dollar për ton.
Në ecurinë e tregut metaleve të çmuara, Ari ka regjistruar edhe 3 rekorde të reja. Për gjatë 24 orëve të fundit, është ngjitur në nivelin e $3.079.7 për onzë, në rritje me 0.61%, edhe në rastin e metaleve të çmuara, sidomos të arit, kanë qenë zhvillimet që kanë të bëjnë me luftën tregtare, me vendosjen e tarifave që kanë mbështetur këtë metal. Investitorët e preferojnë metalin e verdhë në periudhat e paqartësive ekonomike, të trazirave, të shenjave për ngadalësimin e ekonomisë, sepse cilësohet si një aset i sigurt dhe ditën e djeshme, një ndër bankat më të mëdha të investimeve në botë, si Goldman Sachs, paralajmëroi se deri në fund të vitit arit do të ngjitet në $3.300, sepse ka thyer nivelin teknik të $3.000 dhe po qëndron bindshëm mbi këtë nivel thuajse për gjatë gjithë muajit mars. Në disa momente ka zbritur poshtë nivelit të $3.000, por është ringjitur menjëherë dhe arsyeja kryesore janë politikat proteksioniste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Argjendi në rritje me 0.4%, kuotohet në $35.23. Ndërkohë platini është rritur në masë më të vogël me vetëm 0.06% dhe kuotohet në $985 për onzë. Ndërkohë, përsa i përket zhvillimeve në lidhje me luftën tregtare, Mark Carney, kryeministri i Kanadas, ka deklaruar se do të kundërpërgjigjet me tarifa, por pa specifikuar cilët produkte do t'jenë në shënjestrën e tarifave, dhe reagimi erdhi menjëherë pasi Donald Trump njoftoi 25% tarifa ndaj importit automjeteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të kalojmë edhe në tregun e aksioneve, ku shumica e bursave europiane po qëndrojnë në rënje në sesionin e fundit javës dhe njëkohësisht pritet ta mbyllin javën në territor negativ. Arsye kryesore edhe në këtë rast janë tarifat e vendosura nga Donald Trump, lufta tregtare e filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë rënë me 0.03 dhe 0.58%. CAC 40 i Parisit ka humbur 0.38% të vlerës, vetëm indeksi i Zyriut SMI është në rritje me 0.04% dhe FTSE MIB i Milanos është në rënje me 0.16%. Edhe shumë vende europiane, në mënyrë të veçantë Gjermania dhe Franca, kanë reaguar ndaj vendosjes tarifave nga administrata amerikane, tarifa prej 25% ndaj automjeteve, dhe shumë shpejt do të artojnë listën e produkteve amerikane për t'i tarifuar po me 25% në shenjakmarrje ndaj vendimit të shtëpisë së bardhë. Ndërkohë, përsa i përket ecurisë së 3 indekseve kryesore në Wall Street për gjatë sesionit të kaluar vjetre, gjithashtu një tendencë në rënje, Dow Jones ka humbur 0.37%, ndërsa Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq kanë rënë me 0.53 dhe 0.33% të vlerës. Ndërkohë, në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Bayer AG kryeson fitimet në rritje me 1.91%, ndërsa Vonovia, Beiersdorf, Deutsche Telekom dhe Qiagen janë rritur nga 0.84 deri në 1.84%. Dhe së fundmi në performancën më dobët, humbjet kryesohen nga sektori bankar, por edhe ai industrial. Commerzbank ka rënë me 3.73%, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Bank dhe MTU gjithashtu janë në rënje nga 1.57 deri në 3.37% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë momente.